kështu. Nëse themi që Abdullah Hoti është përgjegjësi kryesor për rezultatin e LDK-s në vitin 2021 kur ka qenë zgjedhjet. Atëherë dhe Lumiri pra pas ka faj pse s'u dali para. Nëse personalizojmë që kjo personalizojmë për mu. As kjo nuk është fajtor, as nuk është fajtor. E kam një pyetje për ty. Vesh shumë shkurt. Ylli, apo ne pyetje. Unë po pajtona plotësisht një gjë. Qëre, vesh pak ylli, një sekondë se Qëre, unë jam dakord që çështjet që ngrit Abdullah Hoti janë shumë legjitime për mi diskutu. Edhe dakord jam që e vlen edhe mi diskutu dhe këtu nuk kam asnjë dilemë. Po pyetja më shumë për ty edhe Vitharus, se këshire, zoti Avdigjiku e ka marrë mandatin e ri si kryetari i partijës me 19 nëntor 2023 me vota unanime në kuvend. Për një mandat 4 vjeçar. Tash pyetja është, a nuk po duket ty shumë radikale që në mes të mandatit të një kryetarit partijës të sapo ardhur, të votuar në mënyrë unanimisht, të kërkosh dorëheqjen e tij dhe largimin e tij në mënyrë publike vetëm pas një procesi zgjedhor. Për shembull, as do të ishte më e logjikshme që këto të ngritesh në parti dhe në organet partijës, edhe veç pak, edhe të vish në fund të mandatit të 4 vjeçarit, pastaj të kërkosh lidership të ri. Absolutisht. Se te kërkesa për shkarkimin e zotit Avdigjiku dhe momenti politik po duket pak i çuditshëm. Se kërkesat e zotit Hoti, kritika unë për mua mendoj se është shumë legjitime. Nuk u pajtova me metodën e diskutimit publik për çdo, unë nuk e di ai ka diskutuar dhe besoj që kanë me diskutuar. Nuk është radikale për çdo. Jo, nuk ka radikale ti me mendu për shembull me thonë që çështë u heqesh të fushat. Unë jam i pakënaqur dhe mendoj që çdo me këshkondesh me vazhdu LDK-ja. Kjo është mendimi tina. Edhe kjo në rregull. Në rregull me pas këtë mendim, edhe nëse e kanë shumica këtë mendim, Lumiri Avdigjiku s'mund më konkretos ti kryetar me zosun i Boshit LDK-s. Nëse se ka shumica, ky mbetet mendimi zotit Hoti. Edhe zoti Hoti ka legjitimitetin e plot me ngrit këtë çështje në parti dhe nëse nuk fiton opsioni i tij me vazhdu jetën si normalisht. Absolutisht demokratike mundohet. Pra është radikale. Po jo ti na kena lyp kryeministri kryeministri e zgjedh kuvendi mbas një vjetë që qohet opozita ose dikush për opozitës, mas shpesh të vendosja, ti do shmendon drejt. Çoni një hap. Se ka kse, ka rrugë gjykata kushtetuese edhe pastaj kemi pas zgjedhje. Domethënë nuk është kon ndaj far kërkese. Do qyre. Dakord jam. Abdullah Hoti nuk është i vetmi përgjegjës për rezultatet e 2021-s. Por ka qenë barc. Sepse ka qenë kryeministër. Edhe ka qenë figura kyçe. Po, komplet taj leadership i kalumi LDK-s dhe disa njerëz që janë tash e kanë marrë po edhe atë vendim dhe e bartin atë përgjegjësi. Por, kur je figurë e tillë, do të thotë kur je një prej figurave që është eksponuar në atë humbje dhe ka gabuar në gjykim. Unë nuk mendoj që është njëri më i damshëm i Kosovës. Jo, përkundrazi e konsideroj si një prej njerëzve të dobishëm të grupit parlamentar të LDK-s të rëndësishëm. Por kur e bën ti ato, kur e ke pas asnjë lloj gabimi të gjykimit. Çu ka gabuar gjykim? Çka pyetëm? Ah, po gjykim, ka gabuar ashtu që, domethënë me 2021-ën qytetari ka thonë që ka gabuar gjykim. Ai ka pas mundësi, mos me bë qeveri. Ai ka pas mundësi të rregle të gjë me shkull zgjedhje, me provokuar zgjedhje. Ka qenë vendimi Abdullah Hoti kjo. Ka qenë njëri aty që sot është kryetar i LDK-s, i cili ka kundërshtuar. Po s'ka qenë vendimi Abdullah Hoti. Dhe ka rezistuar me ina qeveri. Dhe pastaj u bë kryetari i LDK-s. Jo, të dyshysh po s'është E dyta, jo, Lumiri ka qenë kundër. Po s'ka qenë vendimi Abdullah Hotit kjo. Ka qenë një ndër njerëzit, çysh mundet me u bë kandidat për kryeministër dikush pa vendim ti. Çka jeni të thonë? Ta Betri Gomza është tipa kukullë çfarë? Jo, është faktor i rëndësishëm në vendim kryeministër për autoritetin e partijës. Lumiri Avdigjiku, fal, jo, është diçka. Hajde. Qyre, Bimet Truni ka i herë të bën kështu ta bën një dallaver edhe dëshirat të interpreton si analiza, po nëse do me t'i tregu dëshirat, po tregoj që dëshirën do ta kisha pas me po VV LDK. Jo, s'është dëshirë. Domthonë, nëse kam diçka dëshirë, do ta kisha pa një koalicion VV LDK dhe nuk kam dëshuar gjë prej kur kemi qenë bashkë në lëvizjeve të vendosit. Analiza se do të jetë shumë e mundshme të kemi VV PDK është pura analizë dhe jo dëshirë. Dhe nuk ka të bëj me dëshirë hiç. Po se thashë